katastrofë mjedisore, jemi në nivel epidemie. Kështu nuk hym dot as në Bashkimin Afrikan. Ju përshëndes gjithëve. Ndodhem në malin me plera, në Fushkruj, më konkretisht në fshatin Halil ose ndryshe Albanopolis, kalaja Zgërdheshit nga ku ne kemi marrë emrin Albania, vetëm disa metra për këtu. Ky mal, i cili është ngritur në mënyrë artificiale dhe përbëhet jo nga gur dhe shkëmbim, por nga plera, është sot simboli i korrupsionit dhe i asaj që quhet ulja e moshës kancerit në 15 vjeç. Këtë nuk e them unë, por e thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndodhem në kodër dollake, në një kodër që nuk quhet më e tillë, por quhet kodra e plerave. Shikoni, në anën e majt time, pra duhet të ecë këtu mes plerave, ndodhet një liçen i mrekullueshëm ku mund të ishte kthyer në një pikë atraksioni turistik. Por jo, ky vend është bërë male kukumal me plera për të kuptuar mënyrën e babëzisë. Nuk kemi leje mjedisore, nuk është një landfill, nuk është një incinerator, është një vend faktikisht grumullimi që nuk dihet se në mënyrë të palishme dhe glabëruese ja ka bërë këtij vendi që nuk i ka asnjë borxh për të ulur cilësinë e jetës. Fshati Halil dhe shtëpitë rreth e qark këtij mali me plera kanë kohë që nuk hapin dritaret. Sidomos në muajt e verës, ku avujt e plerave ngrihen dhe për ata është e paimagjinueshme dhe pamundur për të fletë gjumë. Unë mendoj që ky vend duhet pastruar një orë më parë. Bashkia e Krujës ka përgjegjësinë kryesore për këtë katastrofë mjedisore. Jemi në nivel epidemie. Kjo katastrofë mjedisore duhet marrë një herë për gjithmonë përgjigjen e dur. Fushkruja, një qytet i ndotur nga fabrikat e çementos, fabrikat tullave, sigur mos mjaftonin vetëm këto, ja ku i kemi përgjigjen kryesore dhe keni parasysh diçka. Ky mal me plera, i cili shtypet nga ekskavatorët dhe nga makinat që hedhin këtu plera, ndot edhe ujin e liçenit apo të mbjellat që ka kjo zonë. Nderuar miq, situata bëhet akoma më besueshme. Unë sot kam marrë një dron me vete që është këtu dhe do të shikojmë panoramimin 360 gradë të malit me plera që është ulur këm kryq në Fushkruj dhe Bashkinë e Krujës. Droni do të lëviz tani dhe do të filmoj. Është e paimagjinueshme se si banorët jetojnë këtë lloj forme dhe kërkojnë pastaj përgjigje për smundjet e kancerit që i ndodhin pafund zonës tonë. Pra jemi në një nga zonat më të mrekullueshme të Shqipërisë, në zemrën e Shqipërisë, pas shtëpinë time është qyteti i Krujës dhe kalaja e Krujës që duket këtu. Pra është vargmali i Skënderbeut. Më poshtë, 500 metra nga këtu kemi pikërisht kalana Albanopolisit, të famshëm ku ne njihemi ndërkombëtarisht me emrin Albania. Këtu kemi rrugën kryesore dhe shikoni pallatet e Fushkrujës. Këtu kemi liçenin e Zagraçës, që duhet ishte një pikë turistike, dhe këtu në poshtë këmbëtia malin e madh të plerave. Këtu nuk bëhet fjalë për ndarje të mbetjeve në burim. Këtu bëhet fjalë për mbetje edhe organike. Shikoni këtu këto brinj lope, të cilat janë hedhur këtu, kjo koka e lopës që është këtu, pra mizat të cilat janë infeksion dhe shkojnë dhe janë shëtice në shtëpitë tona. Pra edhe dyer të prishura, shapka, goma makine, siç e shikoni këtu, pra shikoni, dhe mbeturina tjera. Kjo është smundje dhe kjo është ulur këm kryq në Fushkruj dhe në Kruj. Shikoni, në këtë lloj forme, jo vetëm që nuk hym Bashkimin Evropian dhe nuk plotësojmë standardet, por kështu nuk hym dot as në Bashkimin Afrikan. Kjo duhet ishte Kruja dhe Fushkruja që ne duhet t'i ofronim turistave. Jemi pra tek liçeni i Zagraçës në kodër dollake. Kjo pamje fantastike e denjë për t'u krahasuar me Austrinë apo me Zvicrën.
Kjo duhet ishte pamja. Ndërkohë, shikoni çfarë i ofrojmë neve turistëve. Vetëm 1 metër më tutje. Ky është mali me plera. Pra turistët duhet i ftojmë te ky mal me plera apo tek ai liçen që po ndodhet çdo ditë dhe ky mal me plera që do ta mbuloj liçenin e Zagraçës. Zgjidhni e merrni. Do zgjidhni plerat apo do zgjidhni liçenin. Apeli im nga Zgërdheshi, nga Kodërdollakja këtu ku ndodhem, vini dorë për këto plera, kam parë letrat dhe këtu nuk ka as leje mjedisore, as asgjë tjetër. Kam marrë vesh dhe që bashki tjera marrin plera dhe i sjellin këtu, ndërkohë që bashkia e Krujës dhe e Fushkrujës do duhej që t'i diqte plerat dhe t'i magazinonte ato diku tjetër, jo në këtë vend, që është në një nga mrekullitë më të bukura të bashkisë Krujës, siç është edhe liçeni që shikoni pas shpinës time.